Përshëndetje për gjithë juve me televizionit First Channel, rikëthyem kështu në studio për të vazhduar me rrjedhën e emisionit 4 orë. Si që të një tashmë, sa po ora shënon 8:30, ne kemi minuta të rezervuar për këndin e mysafirit në studio. Kësaj radhe do diskutojmë një temë e cila prek shumicën e popullatës si dhe do mundohemi që përmes kësaj bisede të vetëdijsojmë pak a shumë rreth kësaj teme. Këtu pranë vetës kam profesor Habib Krasniqi si dhe profesoreshën Luljeta Shala, ku do diskutojmë rreth rëndësisë së aktivitetit fizik në shëndetin e njeriut. Fillimisht, mirë se ardhët. Mirë se gjithë, faleminderit për ftesën. Do doja dija se cila është rëndësia e aktivitetit fizik. Po fillojmë i parë, kështu rëndësia dhe roli i aktivitetit fizik në funksionin e organizmit njeriut është mjaft e madhe, duke filluar prej sistemit mendor, sistemit lokomotorik, sistemit kardiovaskular, pastaj sistemit tretjes dhe kretë funksionit të organizmit përgjithësi. E cakët tash për zhvillimin e aktivitetit fizik rëndësi të madhe kanë stërvitjet. Edhe cila është rëndësia specifike e stërvitjeve në zhvillimin e aktivitetit fizik? Po, aktiviteti fizik është mjaft i rëndësishëm për personalitetin të njeriu, e posaçërisht mos themi të shprehur sepse është i rëndësishëm për gjitha moshat, nuk ka limit as tek fëmijët, adoleshentët apo gratë shtatzana e tjera, duke parë parasysh që një të ushtruarit fizik posaçërisht e pastron sistemin mendor, siç e tha dhe profesori, dhe funksionet tjera fiziologjike të njeriut. Gjatë ditëve sotme hasim në dallimin e aktivitetit fizik. Më intereson se çka në kuptojmë me aktivitetin fizik të moderuar. Kisha thonë me ndërlidh pak këto dhe me rekreacionin edhe me aktivitetin fizik me ngarkesa. Aktivitet fizik është lëvizje të ndryshme me qëllim të harxhimit të energjisë, kisha mujtë me thonë. Aktivitetin moderuar, do me thonë, ecje, unë mendoj që përfshihen ecjet ma të lehta, diçka ecjet me një intensitet pak ma të shpejt, jo ecje krejt ngadalshme që nuk kanë ndonjë ndikim të madh në organizmin e njeriut, në përmirësimin e funksioneve që i përmendëm më lart. Dhe vrapime të lehta, masanej lojrave, për shembull ping-pongut ose lojrave pak ma të lehta, diçka që mund me kanë edhe ma rekreative, ose ecjet në natyrë, ose ecjet në lartësi bidetare pak më të madhe, kurse kisha mendu që e përfshin një aktivitet më të modern, dhe më thonë ku nuk ka ngarkesat mëdha. Përndryshe ato aktivitetet me intensitet më të lartë, vrapimet që mirën sportistë dhe vrapimet më të shpejta, vrapimet të qëndrueshmërisë, vrapimet me ngarkesa, përgatitjet për gara të ndryshme sportive, e tjerë. Mirë po, unë isha fokusu pak ma shumë te nevoja që kanë njerëzit për aktivitetet sportive, që nuk mirën me sport dhe që janë mjaft me interes për shoqërinë tonë dhe për gjeneratat e reja dhe për gjitha gjeneratat edhe të vjetrat edhe të reja, sepse kishin me ndiku mjaft pozitivisht në parandalimin e shumë sëmundjeve që mundin me qenë edhe vdekje pruse, dhe të uzojmë një shëndet sa më të mirë duke u marrë me këto aktivitete jo të intensitetit të lartë. Do me thonë edhe ato të intensitetit të lartë që nuk ndikojnë në përmirësimin e organizmit, mirë po aty duhet një punë pak ma profesionale, por kisha sugjeru që të gjitha moshat, duke fillu prej moshës ma të reja dhe mesme dhe të rinjisë edhe të vjetër, edhe të gjitha gjinive të fillojnë sa ma ere të mirën me aktivitetet sportive. Është e mjaftueshme, thuhet ka plot mendime sa duhet me u marrë me këto aktivitete, për shembull gjysmë ore ose 45 minuta ose mirë, po unë mendoj se një ecje me intensitet pak më shpejt ose një vrapim i qëndrueshmërisë me interval kohor prej 45 minuta ose një orë mjafton për me pas një funksion shumë të mirë të organizmit. Do me thonë në intervalet kohës ose 4 herë ose minimumi 3 herë në javë për me funksionu mirë organizmin. Gjatë kësaj që e thatë paraprakisht, a mendojnë që dinamika e core ka arrit do të me bë klasifikimin e këtij aktiviteti fizik
të thot edhe dinamika ecore ka shkaktuar ndarjen e këtij aktiviteti fizik moderum për arsye që shumica e njerëzve ndoshta edhe s'kan kohë për marrë me aktivitet fizik. Po. Është e vërtetë që dinamika e jetës cilën po jetojmë, jo vetëm ne, po mbar bota dhe Evropa, dhe po them ashtu po e limiton edhe marrjen me aktivitete fizike për shkak se njerëz po munduan të bëjnë një punë të sigurojnë ekzistencën, ndërsa koha shumë e shkurtër për marrjen e aktiviteteve, mirë po njeriu nëse dëshiron ta mbajë veten fit, themi ashtu, së shëndetshëm, e ka kuptuar drejtat, rëndësinë e sportit në organizmin apo shëndetin e njeriut, mund të gjejë kohë, sepse ekzistojnë edhe palestrat e ndryshme sportive, fitnesset në orët e vona të mbrëmjes, në orët e hershme të mëngjesit para fillimit punës, një vrap, si tha profesori, prej 45 minutave, kështu që çdo gjë e mirë duhet edhe të investohet, sepse është pak e vështirë, mirë po njihen edhe ashtu që me sport kryesisht merren ato shtresat e larta, të cilat sadopak e kanë siguruar standardin jetësor, por kjo jetë dinamike po sill tek njerëzit edhe strese jetësore, ndërsa kur e marrim për bazë që sporti ndikon pozitivisht apo ndikon në largimin e stresit, atëherë duhet harrojmë pak a shumë edhe atë anën materiale, të luftojmë për pjesën shpirtërore apo emocionale. E përmendet fillim që një njeri që merret me aktivitet sportiv ka një trumë të shëndosh, po ku qëndron saktësisht dallimi mes atyre personave që merren me aktivitete fizike apo me sporte ndryshme dhe atyre që janë pasiv në këtë aspekt? Po aktiviteti fizik të lidhemi pak edhe në atë aspektin ma mjekësor apo shëndetësor, bën furnizimin e trunit me oksigjen, edhe rrit edhe sasinë e oksigjenit edhe në organet e tjera, prandaj sportisti apo personi i cili bën aktivitet fizik është më i koncentruar edhe mbas nesër në punën cilën e ushtron, mandej në profesionin cilën e ushtron ose gjatë studimeve, është edhe për shoqërinë më i dobishëm, më i harreshëm, e sidomos sporti ndikon pozitivisht edhe te adoleshentët në përshkolla ku e zbut agresivitetin. Tek fëmijët ndikon pozitivisht në rritje dhe zhvillim, mirë po tu e po një jetë reale e cila është u zhvillu se fëmijët pa vedije shkojnë inkuadrohen në sporte, mirë po shtytësit e tyre janë prindë cilë e kanë kuptu botën sportive dhe e din efektin pozitiv në jetën e njeriut, ndërsa tek adoleshentët sidomos ndikon shumë në zbutjen e apo uljen e agresivitetit. Duhet marrë parasysh që adoleshenca ndryshon shumë në organizmin e njeriut, e sporti megjithatë kur hyn në palestër kur djersitet largon shumë toksine duke filluar prej trurit edhe organizmit, e mandej ato toksinet janë të shprehura në agresivitet, ai themi ashtu gjithat energji negative e hudh në palestër dhe është i dobishëm për shoqërinë. Kisha pas më ndërlidhë pak që ata që mirën zakonisht me aktivitetet sportive janë më të harreshëm, vrejnë që janë më të harreshëm, më të lumtur, më të gëzueshëm, me fytyra të qeshura, më vital, edhe komunikimin mes njerëzve dhe raportet mes dë njerëzor janë shumë vrejnë të ata, sidomos të sportistë që janë shumë të mirë. Edhe jo rastësisht thuhet mendja shëndosh në trup që të shëndosh. Po dhe largojmë gjithë energji negative që i kemi brenda. Individ caktuar janë të informuar për rolin e aktivitetit fizik, themi që është i rëndësishëm, mirë po nuk dinë më detajisht se si të veprojnë, si të ushtrojnë. Ku qëndron dallimi mes përfitimeve dhe dëmeve që marrin njerëzit gjatë aktivitetit fizik? Përfitimet janë shumë të mëdha dhe dallimet janë shumë të mëdha që mund më vrejt mas pari në palin edhe në dukje. Masanej janë përfitimet për krejt sistemin e organizmit dhe për shëndetin e njeriut, që është shumë rëndësi, edhe krejt kjo mundim, edhe krejt kjo punë që bëhet me qëllim të përmirësimit të shëndetit njeriut. Duke fillu i përmendëm ma herët në hitjen e stresit, do më thonë sistemi nervor, për shkak ngarkesave, teknologjisë, jetës dinamike, paramendoni që kur njëri aktivizohet 40 minuta fizikisht, do më thonë për një moment truni pushon edhe mirët vetëm me aktivitet fizike dhe i harron të gjitha ato që i ka përjetu të nditen, edhe është një pushim e një relaksimi i trunit. Pastaj ndikimi është mjaftim edhe në sistemin e frymëmarrjes, përmirëson punën e mushkërive, rrit kapacitetin e mushkërive, përmirëson punën e zemrës, pastaj ndikon ka ndikim mjaft të madh tek organet e tjera, tek veshkët,
tek metabolizmi që është shumë rëndësi për organizmin e njeriu. Prandaj përfitimet janë mjaft mëdha, shumë mëdha që me siguri na merkomi përmend edhe asnjë ilaç nuk mund me zaventsu këto përfitime, të cilat janë shumë ekonomike, nuk kushtojnë, kështu janë pak mundimshme për organizmin e njeriu sepse të ecësh pak më shpejt do të vraposh, nuk është bash lehtë. Mirë po kur i din përfitimet që i sjell lëvizja për organizmin e njeriu, janë përfitime mund të themi lirisht që nuk paguhen me mjete tjera në asgjë tjetër. E përmendet që ndikon edhe në metabolizmin e njeriut. Po si duhet veprojë njeriu që të përshpejtojë një farë metabolizmin? A ndikon edhe ushqimet, apo vetëm aktiviteti fizik? është më rëndësishme. Ndikojnë edhe ushqimet, sepse nuk ja vlen tankohen të shkosh stërvitësh edhe të mos kujdesesh në ushqim. Normalisht që thuhet një fjalë në popull, ajo që duhet mbyllet e para është goja, sepse luga dhe jastaku janë armiku i njeriut, duhet kemi kujdes në këto dy pika, prandaj edhe mirë po edhe në qëse kemi në një mas pak ma mbi mesatare të shtuar të indi dhjamor. Megjithatë kur e bëjmë aktivitetin fizik, muskujt e një personi i cili ushtron aktivitetin fizik dallojnë prej atij i cili është pasiv. Prandaj indi dhjamor lipet të mos jetë prezent tek sportistët kulminant, të them ashtu, kur bëhen gjitha ato testet matjet mjekësore, mirë po aj me aktivitete fizike, me ecjet shpejta, me ushtrime, por edhe me ndalesën e ushqimit, reduktimit, duhet vedisohen njerëz që të lexojnë, të ikin ushqimeve të shpejta, fast foodet të ndryshme, brumrat të ndryshme, të kenë kujdes, sepse tash është një kohë tjetër, duhet lexojmë se cilat vitamina duhet përmbushen gjatë orëve ditore, jo vetëm që them ashtu të konsumojmë edhe të jemi të ngopur, por duhet kujdesim se me çka duhet përmbushet nevojat ose kërkesat ditore, javore, mujore, gjitha këto. Unë kisha pas më ndërhip më falë edhe pak të kur është puna të metabolizmi dhe aktiviteti fizik. Pak është edhe gjenetike kjo puna e metabolizmit dhe sistemit të rrjetjes. Mirë po aktiviteti fizik ka një rol shumë të rëndësishëm, sepse e shpejton punën e procesit metabolizmit të sistemit të rrjetjes. Edhe nëse një program të mirë të stërvitjes e kemi, atëherë me ushqimin që e përdorëm në jetën e përditshme, kishëm mujt me arrit që ta mojmë gjithçka në nivel për shëndetin e njeriu, edhe nëse konsumojmë ushqim që ka njëherë nuk mund me ikë atij në ushqimi. Mirë po, unë kisha thonë, është problemi tjetër edhe tek njerëzit që shtojnë peshë për shkak të metabolizmit ose sistemit të rrjetjes e kanë më të ngadalshëm. Edhe të ata që janë më të dobët edhe thonë shpesh flasin edhe një që ne nuk kemi nevojë të mirë me aktivitete fizike, por që është një gabim shumë i madh ata. Ose jam i dobët, nuk kam peshë trupore, është e kundërta. Do të thonë që kanë peshë trupore të mirën me aktivitete sportive ose s'kan peshë trupore, do të thonë gjithë njerëzit duhet të marrin aktivitete fizike. Aktivitetin fizik nuk duhet ta ushtrojnë vetë ata me mbi peshë. Se ata që janë dobët kanë nevojë muskuj dhe e funksionu organizmi që duhet edhe me përmirësu puna e zemrës, puna e sistemit frymëmarrjes, sistemi lokomotorik, muskujt e më pa më mirë, edhe njeriu ndihet më i disponuar për transport. Edhe ata, me siguri, ato janë konstatime edhe të mjekut për shkak që mund me bë kontrolla dhe me pa vlerësimin çfarë janë, po edhe aty duhet për me forcu fundit imunitetin që neve si kom na mungon, edhe mos blejmë edhe shpenzojmë para në përbarnature për ilaçe të ndryshme, mirë po ta forcojmë imunitetin, rinjin, shoqërinë, po pse edhe jo pleqërinë. Mbas asaj që e thatë, sa më shumë aktivitete fizike dhe sa më larg ushqimeve që përmbohen shumë yndyrë. Po, normalisht se ato ushqimet e teprume, ushqimet hiperkalorike, them ashtu, duhet të ndjekim, thash edhe njëherë, nevojat ditore cilat duhet plotësohen, njerëzit vedisohen të lexojnë se çka janë nevojit e organizmit. Uji është i domosdoshëm për organizëm, duhet përdoret stërvitje, mbas stërvitjes asnjëherë nuk është i tepërt edhe tek sportistët kulminant, po pse jo edhe te ata amater të quajmë ashtu ose vetëm rekreativ. Kur jemi te uji, më intereson di se si duhet përdorur ujin para dhe pas stërvitjes.
Në çdo moment nuk është i tepërt. Përpara është thënë mos pi ujë derisa të mbaron stërvitja, ta shtuhet pi ujë tankon sepse organizmi mos konsumoj ujë gjatë stërvitjes dehidron. Normalisht kur ne stërvitemi 120 minuta ose 90 minuta, në sportet kulminon tek në them ashtu, nëse s'konsumojmë ujë, atëherë organizmi humb lagjet, dehidrohet, ka nevojë për ujë, kështu që unë të paktën baza aty në eksperjenca fëmija sportive, shoh që është i domosdoshëm ujë në stërvitje, pse jo. Dhe kisha ndërlidhje edhe me rastin e ushqimit para stërvitjes, domethënë, kur është fjala edhe për ujin, preferohet pajtona me profesoreshën përdorimi i ujit gjatë tankuar për shkak të dehidrimit edhe organizmit i vijnë lëngjet edhe gjatë ngarkesave ndryshme stërvitore, mirë po edhe të ushqimi preferohet 2 orë gjysmë deri në 3 orë minimumit konsumohet ushqim para stërvitjeve. Mënyrë që sidomos ata që kanë probleme pesh, mos ju vështirësohet edhe frymarrja edhe të kanë më lehtësi gjatë stërvitjeve, gjatë ushtrime. Te moshat e reja është pak më ndryshe, mundet edhe 2 orë, mirë po organizmi ka mjaft materie rezervë, sidomos le ata njerëz që nuk kanë ngarkesa sportive, kanë mjaft materie rezervë organizmi, edhe i shfrytëzon ato kur i nevojitet edhe nëse nuk ka konsumu ushqim. Më thonë... Mund të bëj stërvitje edhe me ato rezervat cilat, se sa që të ushqehet në një interval kohor shumë shkurt para stërvitjes, të e marë parasysh që mandej truni nuk funksionon, por rolin kryesor e merr lukthi për tretjen e ushqimit edhe nuk ka koncentrim në stërvitje. Është shumë më relaksum gjatë edhe nëse ka mungesë ushqimit në lukth. Nuk i ka organizmi 2 funksione edhe me tret ushqimin edhe me ngarkesa në organizmin tjetër, frymarrje, puna e organeve të organizmit. A do të jetë edhe temperatura e ushqimet apo e pijeve që konsumojmë gjatë ushtrimeve konstante me temperaturën e trupit? Ndoshta uji ftohtë, trupi e merr një temperaturë më të lartë gjatë ushtrimeve, mos ndikon negativisht kjo? Po edhe gjatë qëndrimit në plazhe nuk duhet konsumohet edhe aq i ftohtë, lëre mo edhe në stërvitje kur ngritet edhe shumë fishohet edhe puna e zemrës, shumë fishohet edhe nxehtësia trupore, kur themi ashtu që enzimja më e mirë është ajo enzimja natyrale kur futemi në palestër edhe nuk e kisha preferu shumë të jetë një temperaturë optimale ose konstante, sepse çdo gjë e tejkaluar është e dëmshme për organizmin. Deri tash dham shumë për kufizime. Mirë po më intereson di saktësisht se cili është për kufizimi për psikologjinë e edukimit fizik. Psikologjia e edukimit fizik është shumë e rëndësishme duke pas parasysh ngarkesat edhe rreth organizimit aktiviteteve sportive, edhe në sport edhe në për institucione tjera shkollore, edhe në institucionet shkollore, shumë e rëndësi, duke pas parasysh edhe përgatitjen psikologjike nga ana arsimtarit, po edhe e trajnerit. Është sepse studion aspektet psikologjike. Ka plot dukuria të që ka të bëj psikologjia, për shembull, sillet, masanej emocionet, masanej agresivitetin gjatë lojës, gjatë gara, masanej problemet e ndryshme psikologjike që mund mi pas edhe fëmijët edhe lojtarët në për klube, prandaj është mjaft e rëndësishme në kohën e sodit edhe psikologu, edhe ana psikologjike, edhe të institucionet shkollore, parashkollore, të gjitha nivelet, po edhe në për klube, dhe me thonë, psikologu është njëri prej antarëve të një ekipe ose një skuadre që ka mjaft rol të rëndësishëm në sport e sidomos në gara të ndryshme. Është me rëndësi, në masi na edhe përfaqësojmë edhe jem profesor mësues të edukimit fizik dhe sportiv, që edhe aspektet psikologjike mësuesit të njohin mirë edhe të dinë të reagojnë në situata të ndryshme para fëmijëve, edhe të dinë me u gjetë për situata, dhe të mësoj fëmijën me u gjetë për situata të ndryshme, sepse ata mund me pas stres, mund me pas gara, mund me pas emocione, ose nga njëra aspekti psikologjik shkakton në humbjen e garës ose lojës, është nga njerë vjen në pozit të garusit ta që e rëndësishme sa që nuk vjen në paha, po në shprehje përgatitja fizike sa që është ai momenti kur aspekti psikologjik e ka rolin shumë të rëndësishëm. Kështu që psikologu dhe psikologjia sportive
edhe tek nxënësit në shkolla dhe tek klubet amatere dhe profesionale janë jashtëzakonisht të rëndësishme. Është shumë e rëndësi vlen me u përmend këtu, sidomos në për klube, punëtorë që punojnë për klube trajner, të kanë edukat psikologjike, të trajtojnë shumë mirë fëmijët, të mos përdorin shprehje jo të mira para fëmijëve, sidomos nuk po den, nuk je përmirësu, ose je jashtë loje, ose gjëra të tilla, sepse kanë shumë rëndësi ato aspekte psiqike dhe edhe në motivimin e nxënësit. Po pra, ta motivoj dhe nëse ka bën, përmirësove, ki shanse më përmirësu, duhet edhe pa kohë me punu, edhe është kjo strategji e mësuesit ose profesorit ose trajnerit që punon nëpër klube. Nëse dëshiron me arrit deri te rezultati. Të suksesi edhe ti motivoj fëmijët që të mirën me sport edhe me aktivitete tjera fizike. Pasi që folëm për ndikimet pozitive të aktivitetit fizik, më intereson di edhe nëse ndodh të bëjmë ushtrime të tepërta, cilat janë pasojat në organizëm. Kemi raste të shumta ku arrim deri te deformimi i trupave dhe te stërvitja, siç e quajmë ne, ndikon negativisht sepse duhet kuptuar edhe njerëzit në botën e sotme, në jetën e sotme, në ditët e sotme duhet ditur se sporti sa është i këndshëm apo sa është i rëndësishëm, mund të jetë i dëmshëm, kuptohet kur thuhet i dëmshëm është në atë aspektin kur udhiqet prej njerëzve jo profesionist, njerëzve të cilët shumë pak kanë njohuri për sportin ku fatkeqësisht mund të me thonë që edhe te ne ekzistojnë disa shkolla apo klube të ndryshme të cilat ende konsideroj që duhet të shkollohen, trajnohen, sepse kanë përpara gjenerata të reja dhe sporti dhe stërvitjet e ndryshme të cilat nuk janë adekuate për ata fëmijë ose për ato gjenerata mund ndikojnë negativisht. Për shembull, stërvitjet me ngarkesa, në zgjerimin, në kërcimet të ndryshme, në zgjerimin e nyjeve, e sistemit dhe fiziologjinë në tërësi, them ashtu. Ndikon, mund të themi lirisht sepse sa i kanë pozitive, i kanë negative, por duhet kemi kujdes se unë shpesh i them edhe nxënësve në shkollë, kujt i rreshtohesh përpara. Duhet kemi kujdes. Pasi jeni edhe profesor, keni rastin që të bashkë bisedoni me problemet e ndryshme të adoleshentëve në punën e aktivitetit fizik. Do të thotë, cili është sa merren trit me aktivitete fizike dhe cili është aktiviteti fizik që do të përdor qysh prej moshës të fëminis e deri në moshën e pleqërisë time. Po, interesimi është sidomos kohëve të fundit është shumë i madh, i të rive edhe i të rejave. Mirë po, unë kisha preferu që stërvitjet ose ushtrimet që ata e preferojnë ti bojnë sa ma në një ambient të hapur, në natyrë, për shkak të prezencës së oksigjenit sa më të madh, sepse vrehet një masovizim ose një të rit adoleshentë, sidomos shkojnë në për qendra të mbyllura të fitnessit, edhe punojnë, megjithëse unë nuk jam kundër aty në qendra të fitnessit që ja kanë mundësu të rive për shkak se njerëz nuk mujnë me shfrytëzu natyrën, mirë, po kisha preferu sa ma shumë të aktivizohen në ambientet të hapura dhe në natyrë. E sa mendoni që ka hapësirë të mjaftueshme? Hapësira nuk ka. Unë kam pa edhe shumë fitnese të cilat nuk i gëzojnë as drejtën e të legjitimohen si fitnese. Para punës është që shumica fitneseve tek ne menaxhohen nga njerëzve të cilët kanë kriju si lloj biznesi, sepse materialisht qëndrojnë mirë që i kanë bli ato vegla fitnesi, nuk kanë trajner profesional për me udhëzu njerëz se çka duhet punohet, ndoshta edhe i dëmtojnë sepse i shtinë mbi pesha pa keq kuptime, sepse ka edhe fitnese profesioniste, mirë po, si tha profesori, pse të rinjet shkojnë të futen në palestra, ku ndoshta edhe nuk i gëzojnë kushtet elementare të futen në atë palestër, kur e kanë gërmin dhe i kanë ambiente tjera të hapur në ku sasia oksigjenit është shumë e madhe, ndikon shumë pozitivisht, ndërsa tek adoleshentët është shpreh një interesim, po flas edhe mbasi jam në ngjarje edhe të sportit shkollor në nivel të Prishtinës, interesimi është shumë i madh, mirë po disa prej fëmijëve për shembull nuk kanë edhe kushte ose qëndrojnë larg palestrave, kështu që vlen edhe për organet të cilat qeverisin shtetin që të mendojnë pakës të krijojnë parqe, hapësira të ndryshme dhe mundësit ju japin njerëzve dhe ata cilët nuk kanë kushte materiale të futen fitness apo të pagujnë klube të ndryshme që të paktën të bëjnë stërvitje sikur në përvendet e Evropës, cilat janë unë kom rastis
në Turqi, në Gjermani, në Zvicër, i ke gjitha veglat e fitnessit, trakat e vrapimit, gjitha janë në një ambient hapur ku nuk mundesh, s'ki nevojë të bësh pagesë. Dhe kjo ja ofron qytetarit, të vedisohet, urdhna, ushtrase, që ku i ke. Na fol pak edhe për përvojat tuaja në vendet e jashtme të Europës që i përmenda. Po unë konkretisht jam profesorishe kulturës fizike, mirë po merrem me sportin e karates dhe kështu që ato udhëtimet sportive janë diçka ma gjepse prej cilave dhe mësën shumë, duke marrë parasysh që një garë ndërkombëtare është ndoshta mund të them sa 20-30 stërvitje cilat i bën në palestrën tonë, përvoja të reja, takime me njerëz të ndryshëm, kulturat të ndryshme, e kupton ma tepër edhe rëndësinë për shtetin cilin e përfaqëson, bart mbi vete edhe shumë përgjegjësi, sepse njerëzit kanë pas besimin edhe të kanë vlerësuar për me prezantu shtetin jashtë, duhet të kthehesh me rezultate, jo domosdoshmë, mirë po megjithatë sportisti kur udhëton mbi supet e veta e ndihen atë përgjegjësi. Po shumë mirë edhe është një ambasador i mirë për vendin. Më intereson di se pasi që karate është një sport individual. Pse shqiptarët kanë sukses në sportet individuale? Ne zakonisht po dominojnë atë, tu e marë parasysh që them ashtë e diqysh e kemi atë egon ma zhvillum individualizmin, mirë po në sportet kolektive fatkeqësisht, kom dëgju disa sportet cilat disa klubet më dha, unë ku i kësha edhe sugjeru edhe në përmes të emisioni që mos t'i mohohet e drejta të luj një talent, le të harojnë tash jemi pranu gjitha federatat, është koha që del super talenti, është koha që i miri ta përfaqëson shtetin, jo mo të shkohet në futbol, basketbol ose në karate, të shkohet ai familjarizëm, se është fëmiu jem, është fëmiu i këtij ati, mirë po të zgjedhë talenti sepse atje përfaqësojmë Kosovën, nuk e dim fëmiu i kujt është. Kjo them prap vjen në shprehje atje kur federatat, kur reprezentacionet, trajnerët, ekipet udhëheqen nga profesionistët sepse vetëm ata e dinë vlerën dhe rëndësinë edhe të stërvitjes, edhe të përgatitjes anës emocionale të sportistit, e pse jo edhe prezantimit dinitos shtetit ta dërgon të mirin sepse ai sjell vlerat në këtë shtet. Unë kisha pas që më ndërlidhe pak të infrastruktura, kështu në përgjithësi në nivel qytetit, sepse di që Prishtina ka një numër mjaft madh banorëve dhe ka shumë pak hapësira për aktivitete sportive. Është shumë nuk është mirë, po thamë në kuptime plot fjalë që qyteti Prishtinës nuk e ka një shteg të atletikës, duke di që atletika është mbretëresha e sporteve. Edhe mungon një shteg i tillë, shfrytëzohet një shteg shumë i vogël që është atë pjesën e Tokbashës. Ka disa pjesë periferike të qytetit që shfrytëzohen shumë pak, mirë po nuk mjaftojnë as nevoja minimale që njerëzit të mirën me aktivitete sportive. Kjo unë kisha apelu të institucionet dhe lokale dhe qendrore të krijohet një shteg pak më i miri, sidomos për ecje dhe vrapime në pjesën që kemi mjaft bukur në qytetin e Prishtinës, pjesën e Gërmisë, ta shfrytëzojmë atë pjesë, atë hapësirë, sepse me siguri po të ketë shtigje më të mëdha edhe për aktivitete të tjera, me siguri njerëz do të mirën edhe ma shumë në sport. Unë shpesh e vizitoj atë pjesë dhe shoh njerëz edhe të ri edhe të re edhe të moshuar edhe gjenerata të ndryshme që provojnë me marrë me aktivitete sportive, mirë po për shkak të hapësirave shumë ngushta edhe të infrastrukturës shumë dobët, aty ju mungon po thënë një motivim më marrë sa më shumë aktivitete sportive. Është shumë e ngarkuar ajo pjesë, shumë e mbi ngarkuar, është një shteg prej 2 metrave dhe njerëzit dalin me fëmijë të moshuar, njerëzit dalin me hecë, me vrapu, kanë nevojë me dalë, edhe nuk kanë hapësira të mjaftueshme për me u marrë me aktivitete sportive. Janë rregulluar disa parqe si Parku i Lagjës Dardania, Ulpiana. Po, është punu në atë drejtim. Janë punu në atë drejtim, ka disa ndryshime, mirë por nuk do të thotë që mjafton ajo, sepse ka ndryshime edhe në furnizimin e sallave sportive të komunës Prishtinës me janë diku 9 deri në 11 nëse s'gaboj shkolla të cilat janë furnizuar nga komuna e Prishtinës, drejtoria e arsimit për mjete shumë të mira sportive për edukat fizike firmës Elan, që është një firmë shumë e njoftën slovene, mirë po nuk do të thotë që mbaron me kaq, ka ndryshime sepse shumica e sallave janë lidh drejt për zëritje dhe me nximin qendrore të termokusit, mirë po siç tha profesori, to e marr parasysh numrin e trimëve në qytet, nëse dëshirojnë që t'i largojnë prej rrugëve të këqija, gjitha këto palestra, gjitha këto ka nevojë posaçërisht pallati i rinis për një investim, është në qendër në zemër qytetit, nuk mund të shfrytëzohet
e shfrytëzon një dy ekipe, kemi probleme, kohën e fundit jashtëzakonisht ka probleme me Pallatin e Rinisë, dikush duhet mendoj për këto, sepse vlera e tij është shumë e madhe, sepse është në zemër të Prishtinës, secilit person i konvenoj të bëjë një stërvitje sportive. Unë kisha shfrytzuar edhe rastin për gjimnazin tonë Sami Frashëri në pjesën e programit gjosor. Më thonë që i mungon salla, e di pse është investu në shumë salla, nivel komunal në për shkolla dhe pajisit i përmeni profesor isha. Unë gëzohëm kur isha ato sallat, sidomos edhe në pjesë periferike, kam dëgjuar edhe prej kolegëve edhe në fshatra është investu në për salla, mirë po neve na mungon një sallë që i kishtë dhënë një kuptim edhe më të mirë shkollës, edhe me siguri ata të ri e kishin shfrytzuar ma me qafë dhe ma të motivuar edhe me siguri është shumë e dashur kjo orë edukatës fizike për këto gjenerata dhe nuk kishe mujt me i prit ose mi jek prej aty në salla, mi dëbu për shkak dëshirës që e kanë më marrë me aktivitetet sportive, shto që apeloj edhe të organet komunale dhe qendrore të shfrytëzoj rastin. Nashta nuk po bëjmë mirë, po atë e kemi dhimbten me siguri i javlen me investu të gjimnazi jonë. Edhe të shkolla tjera, mirë po javlen me investu një sallë sportit për me u kënaqë fëmijët dhe për me u marrë aktivitete fizike. Unë pakës për me vazhdu edhe ndërsa kjo është kontra asaj ankesës profesorit, po ka të drejtë sepse disa salla endes janë mirë, po ato çka janë bë të mira, janë bë pikërisht janë bë të mira me plot kuptim të fjalës. Dhe unë në sallën time kam punuar 6 vite, s'ka pas as nxemje qendrore, mirë po në kohën e fundit Komuna e Prishtinës e ka rregulluar atë problem dhe jemi shumë mirë njerëz me nxënësit sepse me njerë është drejt ajo puna me përkushtim dhe sportisti dën atë temperaturën optimale me pas kushtet e mira, prandaj edhe në këtë rast dishte edhe mund ndërlidh edhe me përkrajen e Komunës Prishtinës drejtorisë për kulturin dhe sport, sektorit për sport dhe drejtorisë të arsimit, cilën po e mbështetin shumë fuqishëm, gjithashtu edhe kryetari i komunës, sportin shkollor. Ata që 2 vitet e fundit jashtëzakonisht e kanë fuqizu punën e profesorit kulturës fizike dhe me bashkëpunim me drejtorët e shkollave kanë gjetë një koordinim jashtëzakonisht mirë, e kanë fuqizu gjithë sportin shkollor, gjithë alamit sportive dhe po vrejet që fëmijët në për shkolla janë socializu, njihen mirë mes vete, bëjnë gara në nivel komunal, pastaj regional, edhe kanë kalu disa prej tyre në nivel republikan, që është një risi shumë e mirë dhe kisha dashur këtë punë me përshëndet jashtëzakonisht shumë, sepse them të drejtën për 2 vite atë strukturën e landës edukatës fizike dhe sportit shkollor në për shkolla e kanë ndryshuar dhe e kanë ngritur fuqishëm. Vret një masovizim edhe një organizim që i ka shti me lëvizje edhe mësuesit edhe profesorët edhe drejtues tjerë edhe fëmijët. Le të shpresojmë që zyrtarët kompetent komunal ta kenë parasysh kërkesën e profesorit edhe të krijojnë kushte më të mira edhe për gjimnazin Sami Frashëri. Më intereson di kur jemi ju si profesor, si zhvillohet një orë edukatës fizike në për shkollat ku ju janë mësimdhënës? Po flasun ashta para lutjes se kjo i ka kushtet më të mira dhe një këmdojnë më ndërlidh. Unë mora një lajmë shumë të gëzu, shumë dje, për shkak se para 3 vjetëve kemi filluar është pilotu shkolla, në nivel qytetëror, thënë është njëna prej shkolla pilot me programe të reja. është punu shumë në atë drejtim, edhe po mendoj edhe nga ona institucione kështu të Ministrisë të Arsimit, mirë po për fushën tonë kanë punu, kisha me thonë, jenë mundu me punu diçka, mirë po dikun nuk ja kanë qëllu dhe shkonë brengë për gjithë profesorët në nivel qytetëror për shkak programeve që e ndryshu pak, mirë po mora kështu kuptova dje kështu në mirë shumë prej Ministrisë të Arsimit që lënda jonë pra po quhet fusha jonë lënda po quhet lënda edukatës fizike, sportet dhe shëndeti. Marrët përvu me vendosje mirëqenia dhe shëndeti nuk funksionoj, sepse kishte një reagim nga ona e njerëzve profesionalistë që punojnë në këtë drejtim, edhe synohet në arritjen e kompetencave, në realizimin e rezultate për ato kompetenca, aty kishte rezultate që nuk u përputhshin
profesionin tonë, mirë po sa po është dje, pëlqej shumë ai konstatimi i Ministrisë dhe vendim që në nivel shkollës ishin bërë ato përmirësime, kështu që ora edukatës fizike zhvillohet në shkollën tonë 2 orë në javë dhe zhvillohet kushte shumë të vështira, mirë po interesimi i fëmijëve është shumë i madh për më marrë me këto aktivitete fizike, edhe mungesë të mjetë që i kemi, edhe mungesë të rekuizitave dhe salës. Dhe më thonë, çdo orë edukatës fizike është obori shkollës plot aktivitet fizik, plus një sallë improvizuese në shkollën tonë që fëmijët janë shumë të aktivizuar mbrana mundësive dhe kushteve që i kanë. Shfrytëzojmë çato mjete që i kemi, shfrytëzojmë edhe mjetet i marrim nganjëherë edhe prej shtëpisë, shfrytëzojmë çatë objekt që e kemi, çatë potencial, bisedojmë me fëmijë për aktivitetet fizike, për rolin dhe rëndësinë e tyre në organizmin e njeriu. Ka njerë edhe ata bin projekte shumë të rëndësishme dhe bin projekte që janë shumë të qëllume nga ana aty. Dhe kështu e realizojmë një orë duke u mundu na profesor të bëjmë edhe disponim të mirë të fëmijët me gara të ndryshme, duke e ditë edhe ngarkesat që kanë fëmijët në lëndët e ndryshme, për shembull matematike, gjuhë, tankohen me ngarkesa, tankohen me mësime, tankohen me probleme, me Te kjo temë kisha dashur në ndërlisaj për këtë orës edukatës fizike, sepse kishim pas dëshirë që të funksionaja rregulloria siç është në Kroaci, Sloveni edhe në Shqipëri në kohën e fundit me 3 orë të edukatës fizike. Tu e marr parasysh që shumë profesorë janë pritje për punë, janë njerëz të diplomuar, pse mos ta dhajnë kontributin e tyre, edhe tu e pa që çfarë jete është dinamike, një orë e shtesë në edukatës fizike në shkollat fillore dhe të mesme nuk është e tepërt, sepse ashtu po punon Kroacia, kur e dim në çfarë niveli të edukatës fizike ka Kroacia dhe të sportit, kështu që besoj që në të ardhmen Ministria e Arsimit, Drejtoria e Arsimit do të mendojnë për këtë punë dhe së shpejti ta realizojnë. Dhe kam edhe një gjë për të cekur, sepse edukata fizike në përshkolla nuk mjafton vetëm tek klasa 6, 7, 8, 9, edhe 10, 11, 12 tek maturantët, mirë po ma tepër të aplikohet edhe tek mësuesit e ciklit të olt, sepse fëmijët jashtëzakonisht po bojnë çanta të rënda, po bojnë libra, çanta të rënda, gjëra me vlerë cilat po ju nevojiten në përshkolla, edhe pse komuna ka kriju disa dollapa cilve ju ka mundësu, edhe është sidomos në shkollat të cilat mësimi është tërditor, të cilat kanë hyrë në sistemin tërditor, aktiviteti fizik dhe lënda e edukatës fizike është jashtëzakonisht e rëndësishme. Tek fëmijët 7 vjet, 8, 9, aty dikun klasa e parë, 2, 3, 4 deri te 5 mungon ajo struktura organizative e orës të edukatës fizike. Nuk e di mësuesët a kanë një uri apo e kanë plan programin atë të ngjeshur, sa duhet patjetër ta realizojnë dhe ta marrin edhe pjesën e orës edukatës fizike, mirë po unë e kom pa dhe shumë programe jashtë shtetit, kom punu edhe me disa profesorisha nga Amerika, nga Kanadaja, kom pas disa trajnime dhe kom pa që edhe fëmijët e ciklit të mbajnë nga 2 orë, 3 orë edukatë fizike, në që se kanë kushte pse jo e aplikojnë edhe notin në përpishina, kështu që duhet mendohet, sepse fëmija qysh i vogël, qysh në moshë të hershme, duhet të edukohet në frymën sportive. Edhe kisha ndëm shumë mendim i qëllum, sidomos në ciklin parashkollor dhe në nivelin e oll. Më thonë duke fillu pej klasës parë, 2, 3, 4, 5, duhet fëmijët të aktivizohen sa më shumë aktivitete sportive, fizike me lojrat ndryshme elementare. E jo ora edukatës fizike të zaventohet matematik, gjuhë. Prandaj fëmijët kanë nevojë sa më shumë aktivitet fizik, sa më shumë lojë, sa më shumë arktim, jo të ngarkohen me detyra shtëpisë, jo me çanta, me libra shumë. Ata nuk janë të studiuar me njëherë, ata janë të përgatitur për jetën. Edhe programet e reja, domethënë, sidomos arsimi parashkollor dhe arsimi i ulët dhe i mesëm, domethënë përgatitje për jetën, e jo të ngarkohen, tankohen me përmbajtje dhe me tema njësive mësimore, me detyra shtëpisë, edhe në shpirt tankohen, nuk funksionon nuk fëmijët njësin brapa dhe edhe në aspektin për me mësu sa ma shumë.
kur ka loj, kur ka aktivitet fizik, ata janë edhe ma të relaksume dhe unë mendoj, edhe në bazë sepse me aplikimin e sportit edhe tek fëmijët e vegjël parashkollor, siç tha profesori, edhe cikli Olt ngritet edhe vetbesimi, përpas asaj unë kam disa fëmijë të vegjël që të ushtrojnë klubin tim, ndoshta nuk është edhe për të cekur, mirë po e shosit rrugës, ata kanë ardhur të mësojnë karate, nuk kanë ardhur të mësojnë majta stev, djathta stev. Atë punë e ka mësuesja në shkollë, duhet ditur. Ose ka pas rast jam taku me kolege e cila e ka rreshtu klasën e 6 në një obër shkolle, kam kalu rastësisht aty, edhe është marrë 45 minuta, është marrë majta stev, djathta stev, element cilin është dashur t'ia mësoj mësuesja në klasën e parë. Ose s'është i rëndësishëm sa më shumë lojra elementare, se që rëndësishëm. Duhet ditur plani dhe programi secili pe profesorave ka kry shkollën, din ta zbatoj, mirë po mendoj që përfundimisht e domosdoshmja është që tek parashkolloret edhe cikli 1 deri në 5 klasë sa më tepër të aktivizohen në lëndën e edukatës fizike. Pasi jemi drejt minutave të fundit të intervistës, për fund doja t'ju pyesja, ju profesorish jeni edhe kryetare e shoqatës së pedagogëve të edukatës fizike në komunën e Prishtinës. Na folni pak për rrjetën e kësaj shoqate, aktivitetet që merret kjo shoqatë? E ceka pak më herët, sepse shoqata jonë ka ekzistuar qyshmati, është udhëhequr prej profesorëve të ndryshme, varësisht prej mandatit kohor. Mirë po që nga prilli vitit 2014 është mbajt kuvendi, jam zgjedhur unë si kryetare me votbesimin e kolegëve, po mundohemi që të punojmë me përkushtim, them ashtu. Kemi bërë disa ndryshime, kemi shenuar progres, është rritaj komunikimi, harmonizimi, bashkëpunimi mes profesorëve, të gjithë janë të inkuadrum, pjesëmarrësi janë gjitha shkollat e Prishtinës edhe ato të fshatrave, si të mesmet, private, kolegjet të ndryshme, ne të gjithë ju dërgojmë ftesën, bashkëpunojmë, i kemi e faqen tonë, i bëjmë reklamat të ndryshme, organizimin e ndryshme, mirë po të gjitha këto punë nuk do të mund të kryheshin nëse mos të ekzistojë si pike parë puna e përbashkët e profesorëve, e bordit, stafit, udhëheqës të shoqatës pedagogëve, cilën i falenderoj edhe publikisht, si dhe ajo pika kryesore është që financiarisht në ndihmon shumë Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport, sektori për sport, Drejtorisha Saranda dhe na mbështet edhe fuqishëm moralisht dhe ka ngrit vlerën e edukatës fizike zonja Brie Nagovci. Sa jeni të kënaqur me bashkëpunimin me shkollat edhe kolegjet e ndryshme, si dhe me profesorët brenda shoqatës? Në shoqatën tonë ka një disponim, një harmoni, ka një hierarki, respektohet puna dhe rezultati secili gëzohet rezultatit shkollës tjetër. Kemi shkolla cilat dominojnë në sportet të ndryshme, po varësisht nga njëherë edhe prej lagjës cilën jetojnë, dominojnë për shembull në sportin e basketbollit, që e kam profesorin prezent, kemi jashtëzakonisht mirë sa mi frashin gjevdëto dhe në basketboll, mirë po mund të krenohem edhe me shkollën time ku ka ndalë Republikan në ping-pong dhe ka ndalë kampion Prishtinës në futboll. Kemi gjeneratat të ndryshme, në për shkolla është brumbi, ata trajner, ato federatat cilat dëshirojnë të kenë sportist, është shoqata e pedagogëve pikrisht aty ku ata mund të orientohen dhe të marrin nxjerrin talent, sepse vetëm profesorat dinë të orientojnë nxënësit në për sporte të ndryshme, të cilat ndoshta edhe fëmia edhe me sugjerimin e prindit nuk do të mund ta kishte zgjedhur më mirë. Dalë, ne kështu ardhëm drejt fundit të minutat rezervuar për intervistën në studio. Unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit katror, nëse keni përshkruar diçka për fund. Unë kisha pas me një mesazh për të rritë fillojnë sa marrë të mirën me sport, mos të alone moshën e shtyr, kur i preferon miku. Prandaj të investojnë në rini, një që shëndetin të akin edhe në pleqëri. Edhe unë kisha preferu gjithve, duke fillur jo veç të rinjeve, po prej udhëheqësisë shtetënore që të fillojnë të informohen pak më tepër për sportin dhe rëndësinë e sportit, për shëndetin, për shoqërinë, për familjet, për gjitha, duke marrë parasysh që është vetëm diçka e mirë, asgjë më shumë, nuk është e dëmshme as për popullin, as për familjen, as për shoqërinë, dhe mos vije deri te një situatë kur duhet krenohemi vetëm atëherë kur një majlinda kelmendi ose dikush vjen e ta presim në për aeroporte, mirë po t'investohet pak më shumë. Është fillu, ka ndryshime, është bërë, mirë po mendoj që kemi edhe kushte materiale, edhe kushte tjera, të cilat duhet derdhen edhe para, them ashtu pa dhimbshëm në sport, sepse një rini e shëndosh është një qeverisi shtetënore e shëndosh.
Faleminderit shumë edhe njerë. Me ka që shtesoj për 4 këndit të Mysafirit studio, ndërsa në vazhdim juftoj që shohroni me rrjedhën e emisionit 4 orë.